trunit tem, kur ta bën qatë mi duhet kogja shumë e punu qatë mi, edhe të mi dhët mi aqit senet edhe të këshijat edhe të mirat. Si non, unë e kam pre obligim të mis ta me thonë që kjo pije nuk është e mirë, që kjo është e mirë, saj kur del në rrugë për me ditë cëllë është e mirë, cëllë është e keqe. Tash nuk mund shtë me najtë mis, o të mami, o zemë, sa i mirë, edhe, të me thonë me pas kujdes për psikologjit fëmijët. Kjo ka shumë rëndësi. Duhet me pas shumë durim, fëmija danë shumë punë. Se madina janë që të pasoja. Po sa i përket shtetet, disa shtete veç e lejojnë IVF-en, por disa edhe jo. Qka me ndoni jo? A duhet shteti me mbështet këtë zgjedhje me politika dhe ligje, apo të vendos kufizime? Unë e kisha mendu me vendos kufizime. Mirë. Të njëjtin mendim jam e dhonë, me vendos disa kufizime, Agnes. Cila do të kishin qenë ndoshta kufizime që do i kishe vendos vetë Blerdinë? Për shembull, nëse vjen ti me bo veç për pikë qefit, e sheti, se para se me bo fëmin me IVF, ti i ki shumë analiza caktume që ti do shmi bo. Momentet që i kisha po në analiza që ti mund është me bo fëmi në normale, nuk e kisha pranu kur qysh heq. Dyta, nëse vjen me bo me IVF veç për ose diçka me ndru gjinin, ose diçka që veç tu ka tek ty, mi kisha angazhu edhe psikiatra, psikolog. Mënyrat për pikë të qefit, unë i kisha ndalu. Veç nëse ki nevoj me gjithësysh me pa tjetër, nuk mundi me bo fëmi, e kisha leju. Psikiatrin pa tjetër aty, me pa njerë personin ashtë në regull për vete, edhe tani... Mirë. Albana? Unë me sa e di aty egziston një psikolog. Apo? Egziston që paraprakisht e pysin, dhe me thonë, po nuk dia është veç egziston e qashto, adin po ja bën qefin. Jo një, po disa psikologa, psikiatra. Shikoj me ndoj që po Adita e ko